Ndryshimi që na krijon mundësinë që ne të kemi shumë më tepër të ardhura dhe aty mund të bëjmë spostime që një pjesë të fondeve që sot se janë ca profesor që thonë, po ikim mos bëj rrugë dhe rrit pensionet. Problemi është që ajo rruga që bën, ato investimet që bën, ato të sillin të ardhura. Dhe me ato të ardhura ti rritesh. Në momentin që ti parat nuk i investon, po vetëm i shpenzon, një ditë bukur nuk jep dot më pensione fare. Se është njësoj si thush mos dil në punë sot, po ke frigoriferin plot për çfarë do dalësh. Po frigoriferin e ke plot për deri në fund të javës apo të muajit, nuk e ke plot për gjithë jetën. Dhe po i hyre frigoriferit ta fash, pa shku në punë, s'tjep rrogën ai që të blesh tjera për të mbush frigoriferin. Kështu që në momentin që ne marrim një buxhet ekstra nga Bashkimi Evropian, kemi mundësi pastaj të bëjmë më shumë në aspektin social, në aspektin e pensioneve. Dhe për ta mbyllur, unë besoj që në 11 maj ne kemi një takim me historinë në kuptimin më të plot fjalës. Zakonisht zgjedhjet janë zgjedhje të rëndësishme, janë gjitha, pa diskutim për të zgjedhur kush. Po ka raste që zgjedhjet nuk janë vetëm kaq. Ka raste që zgjedhjet përcaktojnë jo thjesht kush do qeverisi për 4 vjet, po ku do jetë vendi në 30 vite të ardhshme. Dhe unë po ju them pa asnjë egzagerim që në 11 maj mund të luhen 30 vite. Sepse sot Bashkimi Evropian e ka hapur derën për Shqipërinë. Nuk e kishte të hapur deri para ca kohësh. Thoshin që një ditë do jeni me ne etj, po dera s'ka. S'ishte hapur dera sepse nuk kishin vullnet të plot për të përshpejtuar ato që ata i quajnë zgjerimi, për mua është ribashkimi. Dhe për këtë arsye, ata që thonë që ç'është kjo histori me Edi Ramën tash, thoshte njëri je fallxorja më e madhe që ka Shqipëria se prap po ma mushmenin. Ç'është ky muhabet 3 herë 3 mandate, nuk mjaftuan për të futur në BE, u dash nga 1-4. Problemi është që nëse 11 maj nuk do bëhet gjëja dur, mund të duhen pastaj edhe një 5 mandate të tjera, jo për mua, po për të tjerët, për të kthy këtu ku jemi. Sepse kështu funksionon BE-ja. Po të ishte kjo gjëja me logjikën e këtyre që thonë ja ku je, bëj gjërat, lufto këtu, bëj atë dhe hyn BE, do kishin hyrë BE të tjerët. Malizi i ka hap negociatat para nesh. Jo para